أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. चंद जुमे पहले फतह मक्का के हवाले से Para disa gjumave ju tregova në lidhje me çlirimit të Mekës si hyrje. Sot do t'ju sjell më shumë detaje. Shkaku i kësaj betejë përmendet që shkaku i papritur i kësaj betejë ishte Kurejshët shkelën marrëveshjen që kishin lidhur me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Hudejbija. Madje mesazherin e profetit sallallahu alaihi wasallam e larguan dhe duke i thënë se i japim fund marrëveshjes dhe do të luftojmë me Muhamedit. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam e mori lajmin, ai u drejtua drejt Mekës. Për sa i përket shkeljes së marrëveshjes nga ana e Kurejshëve, përmendet që kur u bë marrëveshja me ta në Hudejbija, njëri prej kushteve ishte që në fiset arabe kush të dojë mund të lidhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kush të donte mund të lidhe me Kurejshët. Kështu, Banu Bekr dhe Banu Khuzaa, të cilët jetonin afër tokës së shenjtë, ndër këta Banu Khuzaa, që ishin një fis, e lidhen marrëveshjen me të dërgurin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kurse kundërshtari i tyre, fisi kundërshtari i tyre që Banu Bekr pra, e lidhen marrëveshjen me Kurejshët. Dhe kështu të dy këto fise u mbrojtën, le themi, hyrën në mbrojtje nga njëri tjetri. Para Islamit ata ishin në luftë me njëri tjetrin, kur Banu Bekri vrau një njeri të Banu Khazaas dhe Banu Khazaa vrau 3 të Banu Bekrit në tokën e shenjtë. Dhe Banu Bekr dhe Banu Khazaa në këtë gjendje ishin që pra vazhdonin luftrat mes tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam pra ndërkohë deklaroi dhe njerëzit pastaj u interesuan për Islamin dhe pati një pauzë mes le themi luftrave të këtyre dy fiseve, por në zemër ata kishin mëri ndaj njëri tjetrit. Në vitin e 8 pas hijretit, në muajin Shaban, dhe kur kaluan 22 muaj pas marrëveshjes së Hudejbijas, njëri prej Banu Bekrëve thuri vargje kundër profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë një njeri i Banu Khazaas kur i dëgjoi këto pra atë duke kënduar, ai ja çau kokën dhe për shkak të kësaj ngjarje këto dy fise përsëri pra u armiqësuan. Ata kishin armiqësi të vjetër. Ai që thuri këto vargje kundër profetit nga Banu Bekr, ai vinte nga një fis, nga një familje që quhej Banu Nefatha. Kur ky poet u plagos nga njëri i Banu Khazaas, familja Banu Nefatha që vinte nga Banu Bekri shkuan dhe te Kurejshët dhe kërkuan armë dhe përforcime për të luftuar kundër fisit Banu Khazaa. Kurejshët vendosën ta ndihmonin përveç Ebu Sufjanit. Ai as nuk u pyet dhe ai nuk kishte dieni për këtë ngjarje. Por sipas një rrëfimi tjetër, ai u pyet, pra u këshillua
por refuzoi ta ndihmonte. लेकिन इसके बावजूद Megjithatë, Kurejshet e tjerë e ndihmuan साथ उनकी मदद këtë fis, pra i dhanë armë, kuaj dhe burra luftëtar. ताकि Dhe gjithë këtë ata e bën me fshehtësi. Pra donin ta sulmonin me fshehtësi në mënyrë që Banu Khaza'a të mos bënin vetë mbrojtje. Kurse Banu Khaza'a për shkak të marrëveshjes ishin të qetë, të sigurt, të pavëmendshëm. Kështu Kurejshet, Banu Bekr dhe Banu Nafatha vendosën të takoheshin në vendin e quajtur Vetir, dhe kjo ishte një ultësirë afër Mekës, në jug perëndim të tokës së shenjtë, 16 kilometra larg Mekës. Dhe Banu Khaza'a aty ishin pra shtëpitë e fisit Banu Khaza'a. कुरैश के लोग साथ Këta kur u mblodhen në vendin e përcaktuar, prisit e Kurejshve ishin të maskuar dhe ndërta ishte Safwan bin Umayya, Akrama bin Abi Jehel, Huwaytab bin Abdul Uzza, Shayba bin Uthman dhe Miqraz bin Hafs. Të gjithë këta bashkë me ta ishin edhe skllëvrit e tyre. Dhe po kështu ishte edhe kryetari i Banu Bekrit, Naufel. में होकर रात को सोए हुए थे Kurse Banu Khaza'a ishin në gjumë, të qetë dhe të pavëmendshëm. फासा ने फिर हमला Shumica prej tyre ishin fëmijë, gra dhe njerëz të pambrojtur. किया कि इनसे कुछ Kurejshet dhe Banu Nafatha dhe sulmuan dhe vranë njerëz shumët dhe disa Banu Khaza'as vrapuan dhe mbritën në tokën e shenjtë. Dhe pastaj i thanë Naufel bin Muavijas, pra prisit të Banu Bekrit, që ne kemi hyrë në tokën e shenjtë, tani po të japim besën e idhullit tënd. Dhe Naufeli me shumë mendimasi tha, sot nuk ka asnjë idhull, dhe edhe në tokën e shenjtë ata vijuan gjakderdhje. Kështu Banu Bekri vrau 20 burra të Banu Khaza'as. Më vonë Kurejshet u penduan për këtë veprim të tyre dhe edhe u shqetësuan, sepse ata ishin të vetëdijshëm se nga kjo ata e shkelen marrëveshjen që kishin bërë me profetin sallallahu alaihi wasallam. हमने तुम्हारे साथ Suhail bin Amri i tha Naufelit, मिलकर जो लोगों को कत्ल किया है ne kemi bashkëpunuar me ju dhe vram njerëz të Khaza'as dhe ti e di shumë mirë. करना चाहता है Ti na nxite edhe ke bërë vrasje, इत्तेवा नहीं करेंगे edhe do dëshiron të vrasësh edhe të tjerë, por tashmë ne nuk do të ndjekim ty. से नौफल ने उन्हें छोड़ दिया Andaj të tjerët lëshoj. चले गए Kështu Naufeli i la të lirë të tjerët अब्दुल्लाह बिन नबी रबिया edhe ata ikën. दोनों में Haris bin Hishami, सफवान Abdullah bin Abi Rabia, të dy këta shkuan tek Safwan bin Umayya, Suhail bin Amri dhe Ikrama bin Abi Jeheli dhe i qortuan fort për shkak se këta kishin marrë pjesë në këtë sulm kundër Banu Khaza'as. किया है वो हमारे Çfarë keni bërë ju? Ju keni shkelur marrëveshjen. Edhe këtë që keni bërë tashmë nuk kemi më marrëveshje midis nesh dhe Muhamedit. और बताया कि Pra i tha, Haris bin Hishami shkoi te Abu Sufjani उनको कहा dhe tha që populli çka kishte bërë, çfarë kishte bërë. Abu Sufjani duke dëgjuar këtë, से बेताल्लुक tha, unë nuk jam pjesë e këtij veprimi, por as nuk mund të distancohem nga kjo. Kjo ndodhi shumë keq. Pasha Zotin Muhamedi patjetër do të luftojë kundër nesh tashmë. बीवी हिंद ने बताया है Abu Sufjani gjithashtu shtoi, tha, gruaja ime Hinda उसने देखा pa një ëndër të keqe. कि वादी मौसम की तरफ Ajo pa që në Hëgjun, i cila është një lugin 1.5 milje larg Qabes, nga atje filloi një lum gjaku që po rriste drejt Khandamas. Edhe Khandama gjithashtu është një mal i famshëm në rrugën për në Mina. Dhe njerëzit morën ogur të keq nga kjo ëndër dhe u tremben. Përveç kësaj, edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u njoftua nëpërmjet keshfit, pra vizionit, për ngjarjen e këtij sulmi ndaj Banu Khaza'as. Pra Allahu e njoftoi atë. Hazrat Ummul Mu'minin, Hazrat Maimuna binti Harith radhiyallahu anha rafen se i dërguari i Allahut ishte tek ajo natën dhe kur profeti u qua për namaz do të merrte abdes
ndërkohë unë nga vendi im dëgjova që profeti tha 3 herë lebejk, lebejk, lebejk. Domethënë unë kam ardhur dhe kam ardhur. Dhe po kështu për 3 herë dëgjova që profeti tha nusirta, nusirta, nusirta. Domethënë do të kesh ndihmë, do të kesh ndihmë, do të kesh ndihmë. Kur profeti përfundoi abdesin edhe u kthye e pyeta: "O i dërguari i Allahut, të dëgjova që ke thënë 3 herë lebejk dhe 3 herë ke thënë nusirta. A kishe ndonjë njeri aty që po bisedoje me të?" Profeti i tha: "Një njeri i fisit Benu Khazaa ishte i cili po këndonte vargje kundër Benu Bikrit edhe më kërkonte mua për ndihmë. Dhe pra ishte kesh. Edhe ai më thoshte që Kurejshet ndihmuan Benu Bekrit kundër nesh." Dhe Hazret Maimuna rëfen se pas 3 ditëve profeti sallallahu alaihi wasallam ditën pra drejtoi namazin e sabahut, më pas dëgjova dikë që po këndonte këto vargje: "Ya Rabbi inni nashida Muhammeden hilfa abina wa abihi ela talada." Domethënë o Zoti im, unë Muhammedit po ja kujtoj marrëveshjen pesën që ishte bërë mes etërve tanë dhe mes etërve të atij. Në një rrëfim tjetër përmendet që natën kur ndodhi ajo ngjarja, kur Banu Nafasa sulmuan Banu Khazaa në vendin e quajtur Vetir, profeti i tha Hazret Aishës: "O Aisha, ndodhi një ngjarje në Khazaa." Hazret Aisha tha: "O i dërguari i Allahut, Kurejshet a do të guxojnë vallë ta thyen marrëveshjen që u zhvillua midis atyre dhe juve? Luftrat i kanë dobësuar tashmë." Profeti i tha: "Ata e thyen marrëveshjen për atë që të bëhet ajo që dëshiron Allahu." Hazret Aisha pyeti: "A ka hajër në këtë çështje o i dërguari i Allahut?" "Po," tha profeti sallallahu alaihi wasallam, "ka hajër." Pra ishte vullneti i Allahut, pra ishte caktimi i Allahut që ata do të thyenin marrëveshjen dhe ata pastaj do të ndëshkoheshin. Këtë ngjarje edhe Hazret Kalifi i dytë i Mesit premtuar e rëfen në mënyrën e vet, tregon në mënyrën e tij. Hazret Maimuna thotë që pra bashortja e profetit thotë që një natë profeti sallallahu alaihi wasallam ishte tek unë natën kur ai u qua për tahajjud, mori abdes edhe tek po merrte abdes më tha pra thotë ajo, dëgjova zërin e tij, lebejk, lebejk, lebejk. Më pas profeti tha nusirta, nusirta, nusirta. Thotë kur doli profeti jashtë e pyeta: "O i dërguari i Allahut, a kishte ndonjë njeri aty që po bisedoje me të?" Profeti tha: "Po, unë në Keshf mu paraqit një njeri nga Khazaa dhe një dërgat nga Khazaa që më kërkonin ndihmë duke thënë se të japim besën e Allahut për atë besë që është bërë midis nesh dhe teje, të na ndihmosh sepse Kurejshet na kanë sulmuar pabesisht natën kur dikush prej nesh ishte në sejdë e dikush në ruku dhe ne kemi ardhur për të kërkuar ty ndihmë. Kështu unë pash, thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, një njeri të Khazaas dhe pra në Keshf dhe atij i thash unë lebejk, lebejk, lebejk. Domethënë unë jam gati të të ndihmoj ty. E tha 3 herë. Më pas i thash nusirta, 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 domethënë ti do të ndihmohesh, pra do të kesh ndihmë, do të kesh ndihmë, do të kesh ndihmë. Edhe këtë profeti tha 3 herë. Më pas Hazrat Aisha thot se të njëjtën ditë në mëngjes i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi te shtëpia ime dhe më tha mua që ndodhi një ngjarje e rrezikshme me Khuzaan. Hazrat Aisha thot, unë e kuptova që nga që Khuzaa ishin në kufi me Mekën dhe Mekasit ishin aleat me Benu Bekrin dhe ata duhet kishin sulmuar Khuzaan. I thash o i dërguari i Allahut, a mundet që Kurejshet pas kaq shumë marrëveshjeve, pas kaq shumë premtimeve do ta thyen marrëveshjen edhe ta sulmojnë Khuzaan? Profeti tha, po, është urtësia e Allahut që ata ta thyenin marrëveshjen dhe urtësia e tij ishte që i dërguari i Allahut pastaj nga që nuk kishte leje për të sulmuar, kjo thyrja e marrëveshjes shkaktoi
që profeti ta sulmonte. E pyeta o i dërguari i Allahut, a ka ndonjë hajër në këtë çështje? Po, më tha profeti, përfundimi do të jetë me hajër. Detajet e këtij pastaj është ky, që pas asaj ngjarje që u ndodhi midis Banu Bekrit dhe Khuza'as, Amr bin Salimi bashkë me 40 kalorës mbërriti në Medinë për t'i kërkuar ndihmë profetit sallallahu alajhi wasallam. Ishte edhe prisi i Khuza'as, Budil bin Warqa Khuzai, gjithashtu ishte i pranishëm në këtë dërgat. Ata i treguan gjithë ngjarjen profetit sallallahu alaihi wasallam se si u përballën me vështirësi të mëdha, se si pavarësisht Kurejshët ndihmuan Banu Bekrin me armë, burra dhe kuaj, dhe si Safuani, Akrama dhe prisë të tjerë të Kurejshëve morën pjesë në këtë gjakderdhje të madhe. Atëherë profeti ishte në xhami bashkë me sahabët. Kur ata mbaruan fjalën e tyre, Amr bin Salimi Khaza'a u qua dhe këndoi disa vargje duke i kërkuar profetit ndihmë, dhe ato një vargje ishin: Ya Rabbi inni nashidu Muhammeden hilfa abina wa abihi ila talada. Domethënë, o Zoti im, unë po i jap besën Muhamedit, po ja kujtoj Muhamedit besën që ekziston midis etrave tanë dhe etrave të tij. Edhe i kërkoi ndihmë. Profeti tha: Amr bin Salim, ti do të ndihmohesh. Hazrat Abdullah bin Amri thot që kur mbëriti dërgata e Khaza'as, profeti pyeti: kush mendoni se ju kanë dhunuar? Banu Bekri, thanë ata. Profeti tha: a të i gjithë Banu Bekri? Jo, thanë ata. Banu Nafatha dhe kryetari i tyre Naufel bin Muawiya. Profeti tha: edhe kjo është pjesë e Banu Bekrit. Kështu kur Banu Khaza'a u treguan gjithçka që ndodhi profetit sallallahu alaihi wasallam, profeti tha: tani kthehuni të ndar, pra tha mos u ktheni të bashkuar, por të ndar në mënyrë që njerëzit e tjerë të mos se marrin vesh që keni ardhur për të më kërkuar mua ndihmë. Pra e mbajti sekret këtë çështje. Kështu Banu Khaza'a u ndan dhe u kthyen. Disa morën rrugën e bregut të detit, edhe kurse Budejl bin Warqa me disa të tjerë morën rrugën e zakonshme. Hazrat Aisha radhiyallahu anha thot se profeti ishte jetë i zemëruar për shkak të Khuza'as, për shkak të asaj që ndodhi me Khuza'an. Nuk i kisha parash të zemëruar profetin ndonjëherë tjetër, thot ajo. Hazrat Ibn Abbas i refen se kur profeti mori lajmin e Khuza'as, tha: pasha atë në dorën e të cilit është jeta ime, unë do të ndihmoj unë do t'i mbroj ata nga çdo gjë nga e cila e mbroj familjen time. Edhe Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu përshkroi këtë betejë në mënyrën e tij. Ai shkruan: në Ramazan të vitit të 8 të hijretit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u nis për betejën e fundit, e cila përfundimisht do ta vendoste Islamin në të gjithë Arabinë. Fijet e kësaj ngjarjeje lidhen me traktatin e Hudejbiyes, ku ishte marrë vendimi mbi lirinë e fisëve arabe për t'i u bashkuar qoftë mohuesve apo profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dhe vendimi për armëpushimin për 10 vjet të ardhshëm, ku palët nuk do të luftonin me njëra tjetrën, por nëse ndonjëra prej tyre do të sulmonte tjetrën, marrëveshja do të quhej e shfuqizuar. Duke gjetur përkrahjen nga kjo marrëveshje, fisi Khuza'a ju bashkua profetit, kurse fisi Banu Bekr mbeti me mohuesit. Mohuesit arab u kushtonin pak rëndësi marrëveshjeve, e aq më pak kur ajo ishte me muslimanët. Dy fiset që u përmenden kanë pasur hasmëri të vjetër me njëra tjetrën. Kur kaloi pak kohë pas marrëveshjes së Hudejbiyes, njerëzit e fisit Banu Bekr u lidhen me Mekasit dhe thanë që Banu Khaza'a për shkak të marrëveshjes duke e qetë, andaj ishte tamam koha që të hakmereshin me të. Kështu, një natë, Kurejshët e Mekës dhe njerëzit e Banu Bekrit e sulmuan Banu Khaza'an në befasi dhe vranë shumë njerëz.
Të Khazas kur morën vesh që në këtë sulm morën pjesë edhe Kurejshet, menjëherë nisën 40 veta me devete shpejta drejt Medines, për ta njoftuar profetin sallallahu alaihi wasallam për këtë pabesi dhe për t'ia kujtuar obligimin sipas marrëveshjes që ai të hakmere për ta duke bërë agresion mbi Mekën. Kur kjo dërgat mbriti në Medinë dhe u takua me profetin sallallahu alaihi wasallam, ai tha: "Shqetësimi juaj është shqetësimi im. Unë jam i vendosur në marrëveshjen që kam bërë. Si kjo re që po derdhet e po lëshon shi, atëherë po binte shi, në të njëjtën mënyrë së shpejti ushtrit muslimane do të vinë për t'ju ndihmuar." Sipas një rrëfimi, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgoi Hazrat Zamran drejt Kurejshve dhe u kërkoi të zgjidhnin njërin prej 3 alternativave, ose të jepnin shpagimin e të rënëve të Banu Khazas, ose të distancoheshin nga fisi Banu Nafasa, ose të jepnin fund marrëveshjes së Hudejbias. Pra këto ishin 3 gjëra që profeti u kërkoi. Edhe mesazheri i profetit Hazrat Zamra shkoi te ta dhe u dha mesazhin. Ai spari uli deven afër Qabes dhe u fut brenda. Kurejshët ishin në vendet e tyre, pra ishin të ulur. Hazrat Zamra u tregoi se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka dërguar mua dhe se ky është mesazhi i tij. Qarda bin Abdi Amri tha: "Nëse do të shpaguajmë të rënët e Banu Khazas, ne nuk do të kemi më as drithra, as bagti, sepse kaq shumë vetave nuk u japim dot shpagimin. Është shumë e madhe. Për sa i përket distancimit nga Banu Nafasa, nuk ka ndonjë fis në arabët që respektojnë kaq shumë Qaben se sa ata. Prandaj ata janë aleatët tanë dhe ne nuk mund të distancohemi nga ata. Pra, për sa kohë që kemi diçka. Po, tha, ne do të luftojmë kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prandaj po i japim fund marrëveshjes, thaj, marrëveshjes së Hudejbies. Hazrat Zamra u kthye në Medinë, shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ja tregoi gjithçka që Kurejshit i thanë. Sidoqoftë, më vonë Kurejshit u penduan nga ky veprim i tyre, më pas dërguan Ebu Sufjanin tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por edhe për këtë, Allahu i Madhërisëm e njoftoi të dërguarin e Allahut para kohe që do të vinte Ebu Sufjani. Kështu, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri profecinë. Edhe sipas kësaj pra tha profeti që Ebu Sufjani do të vijë për ta rinovuar marrëveshjen. Detajet e kësaj janë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam para se Ebu Sufjani të vinte në Medinë, tha: Ebu Sufjani do të vijë tek ju dhe ai do t'ju thotë ta rinovojmë marrëveshjen dhe të shtojmë afatin, por ai do të kthehet i pakënaqur, pra nuk do ta pranojmë asnjë kërkesë të tij. Në një rrëfim përmendet që Harith bin Hishami, Abdullah bin Abi Rabia shkuan tek Ebu Sufjani dhe i thanë se ne duhet ta bëjmë marrëveshjen përsëri. Por nëse nuk zgjidhet kjo, atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët e tij do të na sulmojë me patjetër. Kështu, Ebu Sufjani me sklavin e tij morën 2 devet dhe u nisën. Ata shpejtuan dhe mbritën në Medinë. Së pari ai Ebu Sufjani shkoi tek e vajza, pra e bija e tij Ummi Habiba, e cila ishte bashortja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Sufjani deshi që të ulej në shtratin e të dërguarit të Allahut. Hazrat Ummi Habiba menjëherë e palosi shtratin. Ebu Sufjani tha: "O bija ime, ndoshta ky shtrat nuk është i denj që unë të ulem, ose unë nuk jam i denj për këtë." Hazrat Ummi Habiba tha: "Ky është shtrati i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kurse ti je i dhujtar dhe i papastër, unë nuk dëshiroj që të ulesh në shtratin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam." Ai tha: "O bija ime, pas meje ty të ka zënë keqja." Ummi Habiba tha: "Jo, pasha Zotin, Allahu më udhëzoi drejt Islamit. Dhe o baba im, ti je prisi i Kurejshve, ti si ka mundësi që u vonove në Islam kaq shumë?" Pra i bëri tablig, pse adhuron idhujt që as nuk dëgjojnë dhe as nuk shohin?
Ebu Sufjani u qua prej atje dhe shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Profeti ishte në xhami. Profeti tha: "O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë nuk kam qenë i pranishëm në marrëveshjen e Hudejbias. Tani rinovoje marrëveshjen edhe na zgjate afatin." Tha Ebu Sufjan: "Për këtë ke ardhur ti?" Po, i tha ai profetit. Profeti tha: "A ka ndodhur diçka nga ana juaj?" Pasha Zotin, tha ai, ne jemi njësoj në marrëveshjen e Hudejbias, nuk i kemi ndryshuar, pra gënjeu. Profeti tha: "Edhe ne nuk kemi ndryshuar ndonjë gjë. Edhe ne po zbatojmë marrëveshjen." Ebu Sufjani vjonte ta përsëriste fjalën e tij, por profeti nuk ju përgjigj më atij. Më pas ai shkoi tek Hazrat Abu Bekri dhe i tha: "Shko fol me Muhamedin, ose ti shpall përpaqe midis njerëzve." Hazrat Abu Bekri tha: "Streha ime qëndron në strehën e të dërguarit të Allahut." Më pas Ebu Sufjani shkoi te Hazrat Omeri dhe kështu i kërkoi atij. Pastaj shkoi tek Hazrat Usmani dhe i tha që ti je shumë i mirë për të krijuar lidhjet midis njerëzve. Rinovoj marrëveshjen, shoku yt nuk do ta mohoj ty. Ai tha gjithashtu: "Streha ime është në strehën e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam." Më pas ai shkoi tek Hazrat Aliu. Tha: "O Ali, ti je më i afërmi im këtu. Unë kam ardhur për një punë të rëndësishme, por nuk dua të kthehem duar bosh. Shko rekomando për mua tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam." Tha: "O Ebu Sufjan, u shkatërofshti. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam merr vendimin, ne nuk kemi mundësi që të diskutojmë për atë gjë tek ai." I tha Aliut: "O Ali, gjërat janë vështirësuar, më këshillo." Hazrat Aliu tha: "Pasha Allahun, nuk në dijenin time nuk ka ndonjë gjë që mund të të bëjë ty dobi, por ti je prisi i Banu Kenanas, qohu dhe midis njerëzve njoftoi përpaqe dhe ktheu në shtëpi." Abu Sufjani shkoi në xhami dhe tha: "O njerëz, unë kam shpallur përpaqe midis njerëzve. Besoj që ju nuk do ta shkelni premtimin." Shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "O Muhammed, unë kam njoftuar përpaqe midis njerëzve." Ai tha: "O Ebu Hanzala, pra kjo ishte njofka e Ebu Sufjanit." Profeti tha: "Këtë e thua vetëm ti, ne nuk po themi gjë. Pra, është shpallja jote e njanshme." Kështu më pas Ebu Sufjani mori devën dhe u kthye. Sipas një rrëfimi, ai kishte biseduar edhe me Hazrat Fatimen që ta rekomandonte, por edhe ajo refuzoi. Kështu Ebu Sufjani nuk mori dot asnjë pajtim, asnjë pra rinovim të marrëveshjes. Kur u kthye Ebu Sufjani te populli i tij dhe ja tregoi gjithçka, ata e qortuan dhe i than: "Nuk na solle asnjë të mirë." Këtë ngjarje tregon edhe Hazrat Musleh Maudi, pra Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu. Ai thot: "Mekasit u friksuan tema se kur morën vesh për këtë dërgat dhe pa humbur kohë e nisën Ebu Sufjanin në Medinë që t'i ndalonte gjithsesi muslimanët për të bërë sulmin. Pasi mbërritjen e Medinë, Ebu Sufjani filloi t'i rinte mbi kokë profetit sallallahu alaihi wasallam duke thënë se nga që ai vet nuk ishte i pranishëm gjatë marrëveshjes së Hudejbies, u dashka të bëhe marrëveshja edhe një herë. Por profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i dha asnjë përgjigje, në mënyrë që sekreti të mbahej i fshehur. Në gjendje dëshpërimi dhe frike, duke qëndruar në xhami, Ebu Sufjani foli: "O njerëz, në emër të Mekasve ju njoftoj për i përtëritjen e marrëveshjes për paqe." Muslimanët qeshen për marrëzinë e tij, ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "O Ebu Sufjan, kjo shpallje është e njanshme. Ne nuk kemi bërë asnjë marrëveshje të tillë me ty." Ekipi i qendrës son kërkimore shkruajnë, kanë lënë një shënim që Ebu Sufjani që tha se unë nuk kam qenë në marrëveshjen e Hudejbias, kjo është për të diskutuar. Kjo çështje për njerëzit e zakonshëm nuk është e rëndësishme, por ndoshta për ata që thellohen në çështjet historike,
ngrejnë pyetjen se kjo deklaratë e Ebu Sufjanit është për të diskutuar, sepse në disa libra të historisë ajo që tha Ebu Sufjani që unë nuk kam qenë në Sulej Hudejbia, pra në marrëveshjen e Hudejbias, përmendin disa libra të historisë, por shumica e librave nuk e përmendin këtë deklaratë të tij. Pra, në disa libra ekziston kjo deklaratë e tij, por shumica nuk e pohojnë. Dhe shumica e historianëve nuk e përmendin këtë çështje. Së treti, me të vërtet Abu Sufjani nuk ndodhe në marrëveshjen e Hudejbias? Waqdiu në librin Kitabul Maghazi dhe Siratul Halabia e disa libra të tjerë nuk e përmendin. Pra thonë se ai nuk ishte i pranishëm në marrëveshjen e Hudejbias, por shumica e librave përmendin që profeti i dërgoi Hazrat Osmanin që ai të shkonte takonte Ebu Sufjanin dhe prisit e tjerë, duke thënë që ne nuk kemi ardhur për luftë. Dhe kjo tregon që Ebu Sufjani ishte i pranishëm në marrëveshje, por është vërtet që ai nuk ishte ardhur vetë në vendin e quajtur Hudejbia dhe as nuk ka dhënë nënshkrimin, pavarësisht se ai ishte prisi i Kureshve dhe as nuk ka dhënë dëshminë. Prandaj, në momentin kur ai thotë që unë nuk kam qenë i pranishëm në marrëveshjen e Hudejbias, ndoshta në kupton që unë nuk kam qenë i pranishëm në vendin ku shkruhej marrëveshja, dhe këtë ai po thoshte atje në Medinë. Sidoqoftë, ekipi ynë kërkimor, siç u thash, e kanë këtë mendim, por ata po e ngrenë këtë çështje, pastaj vetë po e rrezojnë mendimin e tyre. Pra që ai nuk ishte i pranishëm në marrëveshje, sepse nënshkrimi i tij nuk gjendet në marrëveshje si prijes. Kështu pra, Ebu Sufjani pikërisht për këtë po e përliqte deklaratën e tij. Prandaj nuk kemi nevojë që të hyjmë në dyshime se ai ka thënë apo se ka thënë. Nëse ka thënë të qartë, sepse ndoshta rrëfimtari mund të ketë gabuar që ai mund të ketë thënë se nuk kam qenë i pranishëm në vendin e Hudejbias dhe kështu pra ai kështu distancohet nga një pjesë e caktuar dhe më pas kërkon që ta rishikohet marrëveshja e tjera. Prandaj ajo që tha Hazrat Kalifi i dytë, Hazrat Muslim Audi, pra është shumë e saktë. Dhe ne kështu e kuptojmë që ai thoshte se unë nuk kam qenë atje. Pra kjo është një çështje historike, pra i përket historisë, dhe prandaj u tregova, edhe nuk kemi nevojë që të jemi në dilemë. Nuk ngrihet në një çështje, një pyetje e tillë. Është çështje shumë e qartë. Sidoqoftë, për sa i përket kësaj ekspedite, kësaj betejë, përmenden disa detaje që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam filloi përgatitjet me fshehtësi. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u tha njerëzve të përgatiteshin për udhtim, por nuk u tha se ku do të shkonte. Kështu i tha Hazrat Aishës, përgatit plaçkat për udhtim për mua. Edhe pastaj doli nga shtëpia, ndërkohë Hazrat Ebu Bekri shkoi për ta vizituar të bien, pra Hazrat Aishën. Ndërkohë Hazrat Aisha ishte duke përgatitur pikërisht pajimet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ebu Bekri e pyeti, i dërguari i Allahut dëshiron të dalë për në një betejë? Hazrat Aisha heshti. Më pas Hazrat Ebu Bekri pyeti, ndoshta do dëshiron të shkoj drejt romakëve, ose drejt banorëve të Nejdit, ose drejt Kureshve. Por ne kemi marrëveshje me Kureshët apo jo? Hazrat Aisha heshti dhe nuk i dha asnjë përgjigje pyetjeve të Ebu Bekrit. Ndërkohë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kthye dhe Ebu Bekri e pyeti, o i dërguari i Allahut, apo dilni dikundi? Po, i tha i dërguari i Allahut. Më pas Hazrat Ebu Bekri e pyeti, a doni të shkoni në drejtim të Benu Esferit, pra në drejtim të romakëve?
profeti tha jo, pra bizantinëve, profeti tha jo, ose në drejtim të Nejdit, jo, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Abu Bekri pyeti, mos doni të shkoni në drejtim të Kureshve? Po, tha profeti. Atëherë Hazrat Abu Bekri tha, a nuk keni marrëveshje me ta? Do të thënë marrëveshjen e Hudejbiyes. Profeti tha, po, a nuk ke ditur që ata çfarë kanë bërë me Bani Ka'b, pra me Banu Khuza'a, me fisin Khuza'a? Më tepër detaje të kësaj ngjarje gjende në Siratul Halabiya, ku shkruhet se Hazrat Abu Bekri e pyeti, o i dërguari i Allahut, a doni të udhëtoni? Po, i tha profeti. Hazrat Abu Bekri i tha, edhe unë dua të përgatitem. Profeti tha, po, përgatitu. Hazrat Abu Bekri pyeti, o i dërguari i Allahut, ku po dalim? Profeti tha, për të përballur me Kurejshet. Pastaj tha, gjithashtu o Abu Bekr, mbaj sekret këtë çështje. Kështu i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam njoftoi njerëzit që të përgatiteshin, por nuk u tha atyre se ku do të shkonte. Më pas i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam njoftoi, pra dërgoi njoftimet në për fshatrat që muslimanët tha, kushdo që beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit të paraqitet në Medinë në muajin e Ramazanit. I dërguari i Allahut pas këtij njoftimi, fiset arabe filluan të vinin në Medinë. Ato fise që mbritën ishin Banu Aslem, Banu Ghaffar, Banu Muzaina, Banu Ashja, Banu Juhayna. Sipas një rrëfimi, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam së pari u këshillua me Hazrat Abu Bekrin, më pas me Hazrat Omerin u këshillua. Pastaj të gjithë muslimanët i njoftoi për përgatitjen e udhëtimit. Këtë ngjarje e tregon në mënyrën e tij Hazrat Muslim Audi, pra Hazrat Kalifi i dytë, që i dërguari i Allahut i tha njërës prej bashkëshorteve, përgatit plaçkat e mia për udhëtim. Ajo filloi të përgatiste trastën, edhe i tha Hazrat Aishës, përgatit ushqim të thatë, pra drithrat të zgara për mua. Këto ishin ushqimin atko. Kështu ajo filloi të pastronte drithrat nga pluhuri. Abu Bekri ndërkohë shkoi e vizitoi të bien, pyeti, o Aisha, çfarë po ndodh? Profeti i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dëshiron të udhëtojë? Kështu më duket, thot ajo. Hazrat Abu Bekri tha, a dëshiron të shkoj për në një betejë? Nuk e di, ju përgjigj Hazrat Aisha. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha, të përgatitja plaçkat për udhëtim, edhe unë kështu po veproj. Se nga do të shkoj dhe ku do të shkoj, nuk do të di. Pas 2-3 ditësh, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thiri Hazrat Abu Bekrin e më pas Hazrat Omerin dhe tha, a i dini që si kishin ardhur njerëzit e Khaza'as dhe çfarë na kanë treguar dhe Zoti më kishte paralajmëruar për këtë si profeci, dhe Kurejshet kanë dalë besprer dhe tani është kundër besimit që ne të trembemi dhe të bijem në ndikimin e trimërisë së Mekasve dhe të mos luftojmë kundër tyre. Kështu që ne patjetër do të shkojmë. Çfarë mendoni ju? Hazrat Abu Bekri tha, o i dërguari i Allahut, ju keni marrëveshje me ta dhe ata janë vetë populli juaj. Pra, a do të vrisni popullin tuaj? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, ne nuk e vrasim popullin ton, ne do t'i vrasim besprerët. Më pas profeti e pyeti Hazrat Omerin. Ai tha, pra Hazrat Omeri kishte temperamentin e vet, tha, patjetër o i dërguari i Allahut, unë çdo ditë po lutesha që të kishim këtë ditë dhe nën udhëheqjen e të dërguarit të Allahut të luftonim kundër mohuesve. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, Abu Bekri është teje të zemërbut, por fjala e vërtet del nga goja e Hazrat Omerit. Pra, Omeri tha të vërtetën, tha. Kështu përgatituni, tha. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam njoftoi të gjitha fiset sa çdo kush e beson në Allah dhe në të dërguarin e tij në ditët e para të Ramazanit të mblidhet të vijë në Medinë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbajti sekret këtë udhëtim dhe për këtë ai mori disa masa. Kështu ai dërgoi një çetë ushtarake prej 8 vetash nën komandën e Hazrat
Abu Qatada bin Rabi në drejtim të luginës Izm, që është në drejtimin e kundërt të Mekës, në mënyrë që dikush të mendojë, pra çdo kush që shikon të mendojë që profeti donte të shkonte atje në atë drejtim dhe të mos përhapet lajmi. Izm ishte 36 milje larg Medinës në drejtim të lindjes drejt Nejdit. Më pas profeti sallallahu alajhi wasallam dërgoi edhe disa njerëz të tjerë në të gjitha anët dhe i tha që të shikonin kushdo që shkon drejt Mekës të ndalonte dhe të kthente. Për këtë e caktoi Hazrat Omerin si drejtues pra kështu Hazrat Omeri bëri udhëtime këto ditë. Pas të gjitha këtyre përgatitjeve, profeti sallallahu alaihi wasallam ngriti duart për dua dhe tha: Allahumma khudh ala asma'ihim wa absarihim wa la yaruna illa baghta wa la yasma'una bina illa faja. O Allah, mbylli veshët dhe syt kureshve, domethënë spionët e tyre ndali që të mos shohin dhe ne papritmas të mbrim tek ta. Ata as të gjejnë asnjë informacion rreth nesh dhe ne të mbrim befas te ta. Përmendet edhe një lutje tjetër në këtë kohë të profetit sallallahu alaihi wasallam, tha Allahumma khudhil uyuna wal akhbara an Quraysh hatta nabghataha fi biladiha. Domethënë o Allah, mbaji ose ndaloi spionët e Qurayshve derisa ne të mbrim te ta befas. Kjo pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam filloi udhtimin, ka më shumë detaje që do t'ju përmend inshallah në të ardhmen. Dua të flas pak edhe për situatën aktuale të botës. Ju them shpesh, lutuni shumë. Shanset e përshkallëzimit të luftës me përmasa të gjera po shtohen çdo ditë më tepër. Lutuni Zotit Madhrishëm që ai të na ruaj nga pasojat e tmerrshme të luftës. Sepse tashmë Izraeli e ka sulmuar Iranin dhe lufta ka marrë përmasa të rrezikshme. Qeveria e Izraelit do të dëshirojë që një nga një të dëmtojë të gjitha shtetet islamike. Megjithatë, shtetet islamike janë në gjumë, janë të zhytur në zhvillimin material dhe në preferencat e tyre të tjera dhe nuk arrin të kuptojnë se çfarë do të ndodhë. Muslimanët nuk kanë më as veprat, as nuk kanë gjendjen e tillë shpirtërore që t'i kushtojnë vëmendje te lutja. Shtetet islamike as nuk mund të imagjinojnë dëmin që po i pret ato në këtë gjendje të tyre. Allahu dhënë të mend që ato të angazhohen për të krijuar bashkimin e tyre, në vend që të flasin se filani i përket këtij sekti e filani atij sekti tjetër, ndaj nuk duhet ndihmuar. Të gjitha shtetet janë në rrezik, sepse tashmë është ajo al-kufru millatun wahida. Pra mohuesit tashmë janë bashkuar dhe janë bërë një umet i vetëm, andaj edhe muslimanët duhet të bëhen një umet i vetëm. Vetëm atëherë do të mund të shpëtojnë, rrugë tjetër për shpëtim nuk ka. Allahu u ruajt nga dëmi i madh çdo të pafajshëm dhe çdo kënd që po i bëhet padrejtësi. Ne duhet të kushtojmë shumë vëmendje lutjeve. Allahu na mundsoft ta bëjmë këtë. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر